Shqipëria është në zi kombëtare në nder të Papa Franceskut, I cili është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave në shenjë respekti, institucionet publike dhe zyrat shtetërore kanë ulur flamurin kombëtar në gjysmështisë, ndërsa institucionet kulturore kanë ndërprer aktivitetet e tyre. Për të respektuar ditën e zis, Partia Socialiste ka ndërprer aktivitetet në kuadër të fushatës zgjedhore përgjatë gjithë ditës. Rama kishte planifikuar që gjatë kësaj të shtunë të zhvillonte takime elektorale në qarkun e Fierit, por ka vendosur që të shtyjë ato. Ndërkohë, përmes një mesazhi në rrjetet sociale, kreu I qeverisë, teksa ka publikuar një video të Papa Franceskut, thotë se ai ishte jo vetëm një pap I jashtëzakonshëm, por edhe një mik I jashtëzakonshëm I Shqipërisë. Kreu I opozitës Sali Berisha ka vendosur të vijojë takimet e tij elektorale, por duke respektuar disa rregulla të mortit, siç është mbajtja 1 minutë heshtje para çdo aktiviteti. Në ceremoninë e lamtumirës së Papa Francesku ka marrë pjesë delegacioni shqiptar I kryesuar nga presidenti I Shqipërisë Bajram Begaj me bashkëshorten e tij, ministri I jashtëm Igli Hasani, ministrja e shtetit për administratën publike dhe kundër korrupsionit Adea Pirdeni, si dhe ambasadorja e Shqipërisë në Vatikan, Majlinda Frangaj. Po ashtu, të marrin pjesë edhe krerët fetar në Shqipëri, kreu I Kishës Katolik Arjan Dodaj, kreu I Komitetit Mysliman Bujar Spahiu, kryegjyshi I Bektashimve Haxhi Det Edmond Brahimaj dhe kryepeshkopi I ortodoksëve Joani. Nga Kosova merr pjesë dhe presidentja Osmani, e cila një ditë më parë u shfaq në homazhe bashkë me delegacionin shqiptar dhe kardinalin Ernest Roshani, po ashtu edhe kryeministri I Kosovës në detyrë Albin Kurti.